Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Nata e tretë e edicionit të 64 të këngës në RTS ju kushtua nostalgjis, mbrëmje që duroi jo pak emocione tek publiku në sallë, i cili shoqëroi në refren artistët në interpretimet e tyre. Kjo natë u mbyll me shpalljen e 5 emrave të artistëve debutues që kaluan në natën finale dhe i bashkohen listës së 18 artistëve big. Bashkia e Gjirokastrës vion promovimin e turizmit duke ofruar një kalendar të pasur aktivitetesh në këto ditë festive, evente kulturore, muzik dhe tradit po gjallëroi qytetin, duke e kthyer Gjirokastrën në një pikë tërheqëse për vizitorët vendas dhe të huaj. Shfaqja e re pa gravitet në teatrin Zihni Sako të Gjirokastrës me regji nga Kudret Alikaj përcjellin mbrëmjen e dielshme mesazhe të fuqishme mbi realitetin e kohës. Qytetarët e pranishëm vlerësuan interpretimin dhe dimensionin kulturor të shfaqjes, duke konsideruar një përvojë të pasur artistikisht dhe reflektuese. Promovohet libri poetik mbi supet e rufeve i Mufit Çelit, një vëllim që sjell një udhëtim personal dhe frymëzues përmes poezisë. Me këtë rast, autori u nderua me titullin Mirënjohja e Labërisë për kontributin e tij në ruajtjen e identitetit dhe trashëgimisë kulturore. Ju njohim tani më gjërësisht, nata e tretë e edicionit të 64 të këngës në RTS ju kushtua nostalgjis, mbrëmje që duroi jo pak emocione tek publiku në sallë, i cili shoqëroi në refren artistët në interpretimet e tyre. Kjo natë u mbyll me shpalljen e 5 emrave të artistëve debutues që kaluan në natën finale dhe i bashkohen listës së 18 artistëve big. Nata e nostalgjisë e festivalit të 64 të këngës në radio televizionin shqiptar ka nisur me performancën e ndjerë të këngëtares Arilena Ara. Me zërin e saj të fuqishëm, Arilena solli hitin e njohur Shaj, fitues të festivalit të 58, duke rikujtuar emocionet të paharrueshme të viteve të kaluara. Kjo natë duroi emocione jo vetëm për nostalgjikët, por edhe për të gjithë publikun që mbushi plot sallën e Pallatit të Kongreseve. Nën magjinë e skenografisë së Albi Çiflikut, në këtë mbrëmje, skena për artistët nuk ishte vendi i garës, por kujtesë e këngëve ndërvite që bën historinë e muzikës shqiptare. Këngë jo vetëm trofe, por refren i të gjitha kohërave. Artistët konkurrent sollën në duete këngë të festivaleve ndërvite. Një mbrëmje emocionesh të mëdha, kjo natë e tretë u vesh me nostalgji. Erdhën këngë që kanë mbetur gjatë në kujdesën e publikut dhe sollën në skenë emra të cilët kanë lënë gjurmë në festivalet e këngës në radio televizionin shqiptar. Një moment i rëndësishëm i natës së tretë ishte ngjitja në skenë e drejtoreshës së përgjithshme të radio televizionit shqiptar, Eni Vasili, e cila përcolli një mesazh të fortë dhe emocionues gjatë festit 64, duke e cilësuar festivalin e këngës jo vetëm si një ngjarje artistike, por si një shtyllë të identitetit kulturor shqiptar. Në këtë festival ndoshta ka ndodhur ajo që s'ka ndodhur askund. Këtu në këtë festival shqiptarët janë bashkuar më shumë se askund. Shqiptarë nga të gjitha trevat kanë ardhur këtu, kanë kënduar, kanë garuar, kanë fituar dhe kanë qenë bashkë. Ndoshta në këtë festival ka ndodhur ajo që politika do kishte dashur shumë të realizonte, që shqiptarët nga gjithë bota të mblidheshin në Tiranë, në qendrën e shqiptarisë. Drejtorisha e përgjithshme e Radio Televizionit Publik Shqiptar ka nderuar me çmimin e karrierës Orkestrën Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar. Vasili tha se orkestra i ka shoqëruar festivalet për 64 vite rresht. E ka shoqëruar këtë festival për 64 vite rresht. Nuk ka munguar asnjëherë dhe pa atë artist, ky festival ndoshta nuk do të bëhej kurrë. Imagjinoj që jeni të gjithë kurioz se cili është ky artist. Patjetër që po. Çmimi i karrierës i shkon Orkestrën Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar. Urime, komplimenta
Dhe në fund, festivali rikthehet aty ku e nisi, me qëllimin për të zgjedhur më të mirin e kësaj gare muzikore që do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision. Nata e tretë e festë 64 u mbyll me shpalljen e 5 emrave të artistëve debutues që i bashkohen listës së 18 këngëtarëve big për natën finale, të cilët janë Giti me këngën Okej, Endrika Çaçi me këngën Si Unë, Rigersa Loka me këngën Albanian Heart, Saviana Vjerda me këngën Dimër për dimër e vjesht për vjesht, Sheila me këngën Zemra e Tokës. Ndërkohë është hapur zyrtarisht televotimi për 23 këngëtarët finalist që do të garojnë në natën finale të së shtunës. 23 këngëtarët finalist kanë të bashkëshoqëruar edhe kodin përkatës, përmes të cilit shqiptarët mund të votojnë nga Shqipëria dhe Kosova. Postfest 64 rikthen netët e festivalit të këngës në RTS, duke reflektuar emocione, debate dhe momentet kulmore të edicionit. Në moderimin e Fjorda Fjorës, postfestival do të vinë në një kronik të plot e gjithçkaje që ndodhi në skenën më të rëndësishme të muzikës. Pas performancave artistike, emocioneve, muzikës live dhe rivalitetit artistik, festivali 64 i këngës në radio televizionin shqiptar do të vinë në një tjetër form reflektimi dhe analize. Të dielën, në orën 12:30, drejt për drejt në RTS1, në Pallatin e Kongreseve, publiku do të ndjek post-festivalin, një kronike plot e gjithçkaje që ndodhi në skenën më të rëndësishme të muzikës shqiptare. Në moderimin e Fjodora Fjorës, post-festival 64 do të ndalet tek momentet kulmore të 4 netëve të festivalit, performancat që u duartrokitën gjatë, surprizat e skenës, komentet që ndezën debat, por dhe emocionet e forta të artistëve fitues. Të përpiqemi që këtë herë të jemi totalisht ndryshe, se është bërë kjo fjala ndryshe klishe, por në fakt post-festival këtë vit do të pozicionohet në skenën e madhe të Pallatit Kongreseve, pikërisht aty ku do të ulet sipari i festivalit një natë më parë. Ditën e nesërme ne do takohemi në një maraton post-festival, e cila pritet të zgjat rreth 3 orë e gjysmë. Do të jenë 4 panele të ndryshme. Do të jemi në skenën e festivalit, pra do të jemi në të njëjtin ambient, në të njëjtën atmosferë, në të njëjtat emocione. Do të jemi si fillim me një panel që do të përfshijë organizatorët dhe ata që ishin ekipi realizues i festivalit, për të marrë opinionet e tyre direkt, pavarësisht se do të jetë lodhur. Do të kemi fituesit sigurisht, si dhe artistë të tjerë, do të kemi një grup gazetarësh që do të gjykojnë se si ka qenë jehona e festivalit, si u përsolla ajo përgjatë 4 netëve të realizimit të tij. Do të kemi prezantuesit. Në fund do të bëjmë atë analizë që i duhet çdo festivali dhe mendoj një reflektim për të gjithë ata që kanë punuar dhe kanë dhënë mund bashkë me ekipin e madh të televizionit publik shqiptar. Në orën 12:30 ditën e diel jemi drejt për së drejti nga Pallati i Koncerteve me post-festival. Na ndiqni. Një vëmendje e veçantë do t'i kushtohet rrugtimit të këngës fituese dhe përfaqësimit të Shqipërisë drejt Eurovisionit mes pritshmërive, komenteve dhe analizave artistike. Post-festi 64 vjen si një pasqyrë plotë e festivalit, jo vetëm si një garë muzikore, por si një ngjarje që bashkoi artistët, jurinë dhe publikun, duke reflektuar frymën, sfidat dhe emocionet. Bashkia Gjirokastër vijon promovimin e turizmit duke ofruar një kalendar të pasur aktivitetesh në këto ditë festive, evente kulturore, muzikë dhe traditë, po gjallërojnë qytetin e Gurtë duke e kthyer Gjirokastrën në një pikë tërheqëse për vizitorët, vendas dhe të huaj. Fundjavat festive po japin Gjirokastrës një tjetër ritëm, duke gjallëruar jetën kulturore dhe artistike jo vetëm për banorët, por edhe për vizitorët e shumë të vendas dhe të huaj, që zgjedhin qytetin e Gurtë për të festuar dhe për të njohur nga afër produktet karakteristike, kulinarin tradicionale dhe prodhimet bio të zonës. Turistët janë interesuar për të gjitha produktet bio të zonës të Gjirokastrës. Unë gjithmonë në Zumana ai ka marrë pjesë me të gjitha këto produkte dhe shikojnë me vërtet interesimin shumë të lartë të tyre. Me të pazarishit fantastike,
fantastike dhe kishte një ambient që me të vërtet më kalon pa fjalë. Që Gjirokastra është një nga qytetet më të bukura të Shqipërisë. Është se unë jam vetë nga Korça, po kam vite që jetoj në Gjirokastër dhe sidomos në atmosferët e festave, Gjirokastra bëhet më magjike se ç'është. Në zonën muzeale, skena artistike shndrohet çdo mbrëmje në një piktakim festiv, ku performojnë artistë dhe grupe të njohura muzikore, duke krijuar atmosferë për qytetar dhe turist. Kjo live s'ka marrur akoma, do jenë net më të bukur akoma në vazhdim për Krishtinët dhe për Vitin Ri. Do edhe 11 ditë që do jetë live, do performohet live në shumë grupe të tjera. Uroj gjithë gëzuar edhe sukseset gjithë atyre që do performojnë, edhe i dhenë sa më shumë bukuri dhe dashuri Gjirokastrës me muzikën dhe me performancën e tyre. Gjatë kësaj periudhe festash, Gjirokastra synon të konsolidohet si një destinacion tërheqës përmes një kalendari të pasur aktivitetesh kulturore dhe artistike. Familjet që mbeten jashtë skemës së ndihmës ekonomike të pikëzimit po përfitojnë mbështetje shtesë nga Bashkia Gjirokastër përmes fondit 6%. 10 familje në nevojë janë asistuar gjatë vitit 2025 në një përpjekje për të lehtësuar vështirësitë ekonomike të tyre. Familjet që mbeten jashtë skemës kombëtare të pikëzimit për ndihmën ekonomike po përfitojnë mbështetje shtesë nga Bashkia Gjirokastër përmes fondit 6%. Njësia vendore po asiston familje në nevojë duke ofruar ndihmë financiare për shtresat më vulnerabël të komunitetit. Gjatë vitit 2025, nga ky fond janë trajtuar gjithsej 48 familje, të cilat megjithëse nuk plotësojnë kriteret e skemës së pikëzimit, përballen me vështirësi të theksuara ekonomike. Sistemi i pikëzimit këtë vit në ndihma ekonomike që marrin, përfitojnë familje që përfitojnë këtë ndihmë, janë 36 familje, 35 familje me kategori të statusit të jetimit, 7 kategori viktima të dhunës në familje dhe 7 nga kategoria e përkujdesjes me kujdestarim i vendim gjykate. Ndërsa nga fondi i kushtëzuar 6% hyn 6 familje. Fondi i bashkisë përfshin 48 familje. Këto familje janë të cilat nuk dalin përfituese nga sistemi pikëzimit me pikë të pamjaftueshme dhe me qenë se këto familje janë në nevojë, Bashkia Gjirokastra ka akorduar fondin e saj për të mbështetur këto familje. Vlera e fondit për këtë vit ka qenë 2 milion lek të akorduara nga buxheti i Bashkisë Gjirokastër. Fondi i bashkisë është 2 milion lek, e cila shpërndahet në 12 muaj për 48 familje. Përzgjedhja e përfituesve bëhet pas verifikimeve nga strukturat sociale të bashkisë në bashkëpunim me njësitë administrative. Shfaqja e re pa gravitet në teatrin Zihni Sako të Gjirokastrës me regji nga Kudret Alikaj përcjolli mbrëmjen e dieshme mesazhe të fuqishme mbi realitetin e kohës. Qytetarët të pranishëm vlerësuan interpretimin dhe dimensionin kulturor të shfaqjes, duke konsideruar një përvojë të pasur artistikisht dhe reflektuese. Frikta mendosh, të tira prodhime dhe ja t'ju shfaqe. Shfaqja e re pa gravitet e vënë në skenë teatrin Zihni Sako të Gjirokastrës mbrëmjen e dieshme me regji nga Kudret Alikaj, përcjolli për publikun mesazhe të fuqishme mbi realitetin bashkëkohor dhe sfidat e shoqërisë së sotme. Publiku vlerësoi veçanërisht interpretimin e aktorëve dhe mënyrën se si u trajtuan temat aktuale, duke konsideruar shfaqjen një përvojë të pasur artistikisht dhe mendërisht. E bukura e kësaj është sepse ne ishim të gjithë amator, po brenda vetes tonë ishim profesionist në dëshirën dhe dashurinë që kishim për këtë poezi, për këtë takim, për këtë ide të bukur që kishte Kudreti. Përveç se punës që kemi bërë mësova shumë, është një disiplinë që ne mësuam, po skena është e magjishme. Unë gjithmonë kam qenë spektatore. Kësaj radhe isha këtej nga kjo ana dhe është e magjishme, ke shumë emocion, është vlerëson kolegun, gjithçka që thuhet këtu dhe fjala ka peshën e vet. Çështja që u diskutua më së shumti apo që ishte tematika e kësaj shfaqjeje ishte më shumë realiteti ku ne jetojmë normalisht me të mirat dhe të këqijat e veta, nis me shumë realitet, pastaj kalojmë në shumë dashuri. Unë uroj që gjithë ata që e kanë parë e kanë pëlqyer dhe shihemi për të tjera. E
Elementet skenik, regjia dhe loja aktoriale krijuan një atmosferë të veçantë në sallën e teatrit, duke shndëruar mbrëmje në një ngjarje kulturore të rëndësishme për qytetin. Shfaqja ishte ndarë në 2 pjesë, në 2 tablo të mëdha. Një pjesë asaj që unë të paktën si artist dua që vendi im të bëhet më i mirë. Edhe kjo thirrje, se kam patur një debat të madh për i vendosur titullin, t'ja bie thirrje në shkretir, thirrje në humner, pastaj gjetë në këtë formë dhe mendoj se kjo i ri më mirë si kostum shfaqjes. Por në fakt pjesa e parë ishte e gjitha një thirrje. E veçanta e kësaj shfaqje ishte që çdo material këtu ishte ndërtuar mbi një poezi monolog. Nuk kishte asnjë vepër që të fliste në vetë të tretë apo në vetë dytë. Teatri Zihni Sako vijon të mbetet një hapësirë e rëndësishme për promovimin e artit skenik dhe përballjen e publikut me vepra që nxisin reflektimin duke forcuar rolin e kulturës në jetën artistike të qytetit të Gurt. Promovohet libri poetik mbi supet e rufeve i Mufit Çelit, një vëllim që sjell një udhëtim personal dhe frymëzues përmes poezisë. Me këtë rast, autori u nderua me titullin Mirënjohja e Labërisë për kontributin e tij në ruajtjen e identitetit dhe trashëgimisë kulturore. Promovohet libri i ri poetik i autorit Mufit Çeli, mbi supet e rufeve, një vëllim që vjen pas muajsh pune dhe përkushtimi, duke sjell për lexuesit një udhëtim personal përmes poezisë, ndjenjës dhe së vërtetës shpirtërore. Çfarë ka pëlqyer te Mufiti, pjesësia e tij, Mufiti ka folur me punë, ka folur me vepra, ka folur me krijtari, nuk ka folur po themi me pompozitet apo me show, apo njeri i thjeshtë, njeri i punës, njeri i veprave, dhe është vlerë dhe kënaqësi që kemi të tillë poet, shkrimtar, patriot, aktivist të labërisë, të cilët na bëjnë të jemi krenar. Ky është libri më i ri për këtë poet. Sa për këngët, kryesisht këngëve labe, Mufiti ulet këm kryq, me një lapse me një letër dhe i bën tekstet siç i duan këngëtarët. Libri i ri me vjersha, vjershori Mufit Çela, e ka formatuar në 3 cikle, ose pjesë grupin poezi, të cilët do të thënë se përveç atij me lirika që kushohet dashurisë, poezitë të tjera janë shtrirë në gjithë faqe të librit. Në qendër të saj, në ciklin e parë, që do dohet një lapes në letë të vlerë, ai këndon dashurisë, ndjenjës të pasur njerëzore. Pjesa e dytë e librit, të cilën e titullon Lezetin në ato vende, ka vjeshtë që kushtohen me lindjes së tij, me darkë. Prej dhe nga vesh, por jo vetëm. Cikli ose pjesa e tretë, të cilën e titullon Hëna të losë për dorë, është me poezi për ndjesi njerëzore, situata aktuale, problematikin e kësaj kohe. Ky është libri më i fertë, i freskët, i verit të shpirtit tënd. Udhëtia e veshërimit popullor është një nga dhe roli është një nga krahët kryesorë të kulturës popullore shqiptare. Është ajo që zakonisht populli thotë si me të mënyrë të zëzuar që ky ngre këngë ose ky kren këngë. Por kjo nuk është një cilësi që e urpakë, po ajo është një poezi shumë e rëndësishme dhe është një nga pasuritë më të mëdha që ka gjuha dhe kultura popullore shqiptare. Uroj Mufit Çelin ta gëzoj këtë vlerësim që i bëhet sot, të ketë shëndet dhe jetë të gjatë, që krijimtaria e tij të burojë si ujtën e hovës. Autori e cilëson librin si një përvojë intime të ndërtuar mbi fjalën e ndershme dhe frymëzimin që buron nga rrënjët kulturore. Çdo faqe, çdo mendim dhe çdo histori që kemi ndarë së bashku ka kontribuar që sot të jem këtu dhe të marrë këtë vlerësim. Një dhënë të veçantë te falënderimet e mia zën grupet polifonike si edhe këngëtarët që gjatë këtyre 40 e ca viteve krijimtari kanë besuar dhe kanë interpretuar me shpirt tekstet dhe këngët e mia. Zëri tyre ka bërë që fjalët dhe tekstet kanë gjetur lihanën e duhur dhe emocionet kanë marrë jetë, sepse kënga labe ka jetuar dhe do të jetojë në zemrat e njerëzve në përjetësi. Në këtë aktivitet kulturor, prefekti Albana Asana i dorëzoi Mufit Çelit titullin Mirënjohje e Labërisë si shenjë vlerësimi për kontributin e tij të vazhdueshëm në ruajtjen e identitetit, traditës dhe shpirtit lab. Për ruajtjen e vlerave të komunitetit lab e në veçanti të qytetit të Gjirokastrës,
si dhe një pjesëmarrës aktiv në jetën e përditshme në qytetin e Gjirokastrës dhe më gjerë. Sekretari i përgjithshëm Kastriot Muço, kryetar Agim Qiraku. Tekstet poetike të Myfit të Çelit janë bërë pjesë e repertorit të disa prej grupeve më të njohura polifonike të Gjirokastrës dhe Llambëris, duke u kënduar brenda dhe jashtë vendit. Poezia e tij ka marrë vlerësime edhe nga figura të mëdha të fjalës dhe këngës popullore. Një falënderim i veçantë në këtë aktivitet ju drejtua edhe shoqatës së Llambëris për rolin e saj në ruajtjen e vlerave, kujtesës dhe trashëgimisë kulturore, duke mbajtur gjallë frymën e vlerësimit për krijuesit dhe kontributin e tyre në identitetin kombëtar. Në këto ditë të festave të fund vitit, fëmijët e talentuar të Qendrës Kulturore të Fëmijëve Fato Berberi në Gjirokastër që ndjekin rrethin e pikturës, prezantuan punimet me motive nga festat e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri nëpërmjet një ekspozite e titulluar Kartolina ime. Ekspozita në piktur Kartolina ime është aktiviteti i radhës i organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Fato Berberi në këto ditë të festave të fundvitit. Fëmijët e talentuar, të cilët ndjekin rrethin e pikturës, prezantuan punimet me motive nga festat e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri. Kam qenë e pasionuar pas pikturës që e vogël dhe kur më prezantua idea për të vajtur në kurs pikture nga prindrit e mi, kam qenë shumë entuziaste dhe jam përpjekur të ofroj vullnet edhe piktura sa më shumë që prej vitesh më parë. Kemi 3 vjetë që kemi filluar kursin. Zakonisht pikturoj piktura Krishtlindjes, pikturoj qytete, statuja. Kam qef të pikturoj makina, qytete, kafsh. Instruktori i rrethit të pikturës, Ertil Bello, shprehet se ky kurs po ndiqet nga rreth 20 fëmijë. Të gjithë fëmijët janë dedikuar Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri dhe çdo kush prej tyre, me atë artin e tyre naiv, kanë shprehur kartolinë e tyre të festave, duke uruar njëri tjetrin, duke uruar të afërmit. Fëmijët kryesisht është shumë i preferuar sepse siç e kemi thënë dhe themi gjithmonë që arti lind me fëmijën. Fëmia ka dëshirë që të shprehë atë botën e tyre naive nëpërmjet ngjyrave, nëpërmjet lapsit. Aktualisht kursi frekuentohet midis 20 deri në 30 fëmijëve. Në këtë atmosferë të festave të fundvitit, Bashkia Gjirokastër po organizon një program eventesh, pjesë të cilit janë edhe aktivitetet për fëmijët. Këmbana e manastirit 250 vjeçar të Shën Gjergjit në Sarand, monument kulture pranë aksit Sarand Ksamil, është vjedhur. Mungesa e saj është konstatuar 2 ditë më parë nga kujdestari i manastirit, ndërsa ngjarja ka ngritur shqetësim në komunitet dhe institucionet përkatëse. Kambana e manastirit të Shën Gjergjit në Sarand, një objekt i shpallur monument kulture, ka rënë prej grabitjes. Mungesa e këmbanës është konstatuar 2 ditë më parë nga kujdestari i manastirit, David Dulaj, i cili thekson se ajo ka një vlerë të jashtëzakonshme historike dhe shpirtërore për këtë objekt kulti 250 vjeçar. Ai u bën apel personave që e kanë marrë ta rikthejnë duke cilësuar aktin si një cënim të rëndë ndaj trashëgimisë kulturore dhe besimit fetar. Njerë në muaj se 2 në javë vete atje, pa i pastrimin e mbyll, pasoj thera, kështu atje konstatova që një në kambana në mëndonde. E raportova Metropolin Gjirokastër. Më vajta 25 vjetë që punoj atje. Nuk ka ndodhë në i shumë gjë abisme. Ata që kanë marrë, ta këthejnë atë, është monument kulture dhe shpirtërore. është monument me vlerë më shumë se sa monetar. Ngjarja ka ngritur shqetësim në komunitetin lokal, ndërsa pritet reagimi institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e monumenteve të kulturës dhe hetimin e rastit. Manastiri ndodhet në një kodër pranë aksit rrugor Sarand Ksamil në afërsi të plazhit të manastirit. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.